Shikues të radio televizionit të UTA, ja kur rikthejmë në studio që ndrojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni, ne do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin e këtij mëngjesi. Me neve kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi të ftuar këtë mëngjes drejtoreshën e kopshtit Arushi Pu. Në kuadër të ditës së Ulqinit do të ketë edhe një organizim për fëmijët tanë të vegjël të këtij kopshti, po ashtu edhe më gjerë në vendin Valdanos, ku do të përfshihen në sporte të ndryshme dhe ato do të njoftohen me to. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Faleminderit edhe ju për ftesë. Shpresojmë me qenë se manifestimi do të jetë të martë në ora 11:30, për shkak të kohës së pasigurt kemi vendosur që ta shtymë për të martën. Shpresojmë që të jemi organizator të mirë dhe mikpritsa si që kemi ne tradit. Cili është mesazhi kryesor që ju dëshironi për ta përcjellur përmes këtij aktiviteti për fëmijët e poshtë edhe për prindërit? Po, manifestimet e kësaj forme të vegjëlit për sport, ne në fakt i kemi organizuar çdo vit me radhë, por në forma të ndryshme, në forma pak më të thjeshta. Ose në kuadër të kopshtit, ose kemi shkuar në terrenet sportive të ndryshme të Ulqinit, por këtë vit kemi vendosur që ky manifestim të jetë pak më i gjerë. Këtë vit më parë ideja ka lindë që të bashkohen të gjithë kopshtet nga vende të ndryshme dhe të promovojmë, siç ne edhe e promovojmë atë jetën e shëndosht, stilet e shëndoshta dhe të punën dhe edukimin që bëni edhe me fëmijë. Të promovojmë sportin, duke marrë parasysh që të vegjëlit ndoshta ne si punojmë këtë punë, e shohim se ndoshta bashkë në këtë moshë lindin talentet edhe dëshuria për sport, për muzikë, për profesione të ndryshme, prandaj shumë e domosdoshme që fëmijët të ketë kontakt me këtyre lloj aktivitetesh. Na treguat që në këtë organizim do të ketë jo vetëm nga Ulqini, por edhe pjesëmarrës nga vende të tjera. Nga cilet vende do të jenë? Jemi shumë krenar që kur i kemi ftuar, na ka japur një përgjigje pozitive. Do të marrin pjesë Montessori, kopshti Montessori. Më parë duhet të përshëndes kopshtet tona të Ulqinit, do të marrë pjesë kopshti Solidariteti, kopshti Xixillonja, edhe ne, Arushi Pu, ndërsa nga vende tjera do të vinë nga Nikšići kopshti Montessori Zvono, do të vinë nga Podgorica kopshti Artić Pinokio, Charlie Chaplin, Kockica, Marsha, International School Marsha, nga Kotori do të vinë Osmjeh, nga Budva vini Pu, nga Tivari vjen Svetionik edhe Mala Bajka, edhe poshtu nga Podgorica vjen edhe Dnevna Majka. Do të thotë një numër mjaft i konsiderueshëm i kopshteve dhe fëmijëve, që besoj që do të organizojë 500 fëmijë, por jemi të lumtur që me të vërtetë kopshti Arushi Pu ka krijuar gjatë gjithë këtyre viteve miq, shok, bashkëpunëtor. Gjatë këtij udhëtimi kemi njohur shumë njerëz të cilët janë profesional në punën e tyre dhe ky shkëmbim përvojash dhe duke bashkëpunuar me këto njerëz dhe kopshte edhe na ka ndihmuar që edhe ne të ecim para. Këtu pikërisht edhe dua të ndalem gjatë këtyre 18 viteve që nuk janë pak për kopshtin Arushi Pu, 18 vite punë, 18 vite edukim për fëmijët tanë të vegjël, si ka evoluar kopshti juaj gjatë këtyre viteve? Ne kemi filluar gjithmonë kështu me hapa të vogla për të sigurta, duke u përshtatur fëmijëve, nevojave. Çdo vit nuk vinë fëmijët me të njëjtin karakter, me të njëjtin mentalitet, domethënë çdo gjë ndryshon. Por duke ndjekur seminare të ndryshme, të cilat me të vërtetë i japim shumë rëndësi dhe duke ecur gjithmonë me kohë, se ashtu si evolon çdo gjë, ashtu edhe fëmijët ndryshojnë, ndryshojnë aftësitë e tyre, derisa ndoshta në fillim tash janë shumë të aftë, janë shumë të informuar.
janë më kërkues, ndoshta edhe puna me të është bërë më ndryshe. Më thënë, më tepër është ajo pundore, më tepër I japim rëndësi psikomotorikës, zhvillimit individual, por gjithsesi kohën e fundit kemi filluar të vëmë theksin edhe në punën në grup. Më thënë, të socializojnë, të dinë, të socializohen dhe të shoqërohen. Dhe të komunojnë në grup të jenë. Kush do të jetë pjesëmarrës përveç kopshteve në këtë organizim? Po, janë klube sportive, dhe më thanë, unë I falenderoj pa mas, jashtëzakonisht, sepse pa ton, ky projekt nuk mund të realizohet, dhe klubet e Ulqinit jo vetëm që kanë treguar këtë shpirtin sportiv si e kanë për edhe kuman. Ato janë Fitbox, klubi Ulqinit, klubi Otrant, klubi I basketbollit, I volejbolit, klubi I Dulcinium, nuk di, shpresoj se nuk kam harru dakhan se kur lypet mi numëru. Pa tjetër, të gjitha këto klube sportive do të jenë pjesë e tyre. Po ashtu duhet të përshëndes Sekretariatin për Kulturë, kur e kam dhënë idenë, ato me njëherë kanë pëlqyer, edhe me të vërtetë më kanë mbështetur. Falemderoj komunën, si ato na kanë në këtë program na kanë vu edhe në programin me qenë se ishte edhe dita komunës, jemi edhe në kuadër të këtij programit. Po ashtu duhet të falemderoj organizatën turistike dhe ato kena fituar disa dhurata, ashtu që mysafirëve do t'i japim dhurata, fletushka, disa sapenj, ashtu me amblemin simbolike po organizatës turistike. Ne ju urojmë shumë suksese dhe që kjo ditë të jetë ashtu të shkoj ashtu siç ju e keni menduar mbar dhe mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të radio televizionit Teuta, me neve në studion e emisionit të mëngjesit Ditë e Re, kishim nderin dhe kënaqësinë të bashkëbisedojmë këtë mëngjes me drejtoreshën e kopshtit Arush Shipu për organizimin ditën e martë në orën 12 që do të mbahet në lokacionin e Valdanosit. Deri atëherë ju mund të shkoni dhe të shijoni patjetër të shihni fëmijët tuaj dhe të kaloni bukur, sepse ato do të kenë edhe mundësi të njihen me sporte të ndryshme. Ndërsa ne do të vijojmë tashmë edhe me një rubrik tjetër. Bëhet fjalë për rubrikën Udhtojmë së bashku. Do të shohim se cilin lokacion e kemi përzgjedhur për ta eksploruar në mënyrë virtuale.